Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zbulohet peshku që mund të jetojë jashtë ujit. Një peshk që mund të marrë frymë dhe që mund të jetojë në tokë është gjetur në Georgia të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidoqoftë zyrtarët po kërkojnë që njerëzit ta mbysin atë kudo që e shohin sepse i rrezikon llojet e tjera të gjallësave. Duke i falenderuar raportimit të shpejtë të një qytetari, stafi ynë pati mundësinë që ta hetojë dhe vërtetoi praninë e këtij peshku në këtë hapësirë ujore, ka thënë Matt Thomas, drejtori i shoqatës së peshkatarëve. Tash jemi duke marrë masa për të parë nëse këta peshq janë përhapur edhe në rajone të tjera, shtoi ai. Ky peshk ka ngjyrë kafe të errët dhe mund të rritet deri në 30 cm. Zyrtar thonë se ky lloj peshku mund të mbjetojë edhe në mjedise me nivel të ulët të oksigjenit dhe në tokë. Këta peshq cilësohen si specie pushtuese sepse kanë ardhur nga vende më të largëta. Ata i rrezikojnë llojet e tjera të gjallësave dhe krijojnë garë për ushqimin në mjedisin jetësor të tyre. Në Georgia është ndaluar me ligj mbajtja e këtyre peshqve. Departamenti i Bujqësisë e cilësoi këtë specie si të dëmshme për gjallësat e tjera dhe kontrollimi i përhapjes së saj është i rregulluar me ligj të nivelit federal.